Vrasja e 30 vjeçarit në Memaliaj, arrest në shtëpi për 2 të arrestuarit. Seanca për caktimin e masës së sigurisë në Gjirokastër ndaj Aldo Kalemit dhe dhëndrit të tij, Dalinela, është zhvilluar me rreth 20 minuta vonesë për shkak të mungesës fillestare të gjyqtares dhe prokurores së çështjes. Gjykata e shkallës së parë vendosi masën në arrest në shtëpi për 2 të arrestuarit, duke mbështetur kërkesën e prokurores së çështjes. Sipas prokurores, Aulona Xhira, ngjarja e ndodhur 3 ditë më parë në Memaliaj ka nisur si një konflikt mes 2 personave për të vijuar më pas me përfshirjen e personave të tjerë. Nga hetimet dhe pamjet e sekuestruara rezulton se viktima Endri Goxhaj ka nxjerrë armën dhe ka qelluar disa herë në drejtim të Dalinelait, duke plagosur. Pas kësaj, 2 vëllezërit e Nelajt, Donaldo dhe Marioldo, kanë reaguar duke qelluar me armë zjarri në drejtim të Goxhajt. Pas të shtënave, vëllezërit kanë transportuar Dalinela në drejt spitalit të Gjirokastrës për ndihmë mjekësore dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur. Në përfundim të seancës, gjyqtarja Romena Qamo vendosi arrest në shtëpi për Aldo Kalemin dhe Dalinela, duke pranuar argumentet e prokurorisë, ndërkohë hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e personave të tjerë në të.